الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet, mirënjohjet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhelle xhelalu. Atë falenderojmë për ti fare dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet e selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm, të nderuar xhamat, kjo është gjumaja e parë e muajit të Ramazanit, ku elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahut na i bashkon dy të mira, e mira e Ramazanit edhe e mira e të qenurit, dita më e mirë e javës, dita e xumë. Duke lutur gjithashtu Allahun subhanahu wa taala që në këtë fillim të këtij muajit të begat të Ramazanit, Allahut na i lehtëson agjërimet tona, na i lehtëson namazet, leximin e Kur'anit, mësimin e fesë së Zotit te bareke ve teala, dhe na i kurorëzon këta me falje të gjunaheve. Si çdo Ramazan, edhe këtë Ramazan ndalemi me lenin Allahut te bareke ve teala me mësime të cilat i përkasin këtij muaji, dhe do të ndalemi me lenin Allahut te bareke ve teala mbi disa prej vlerave dhe dobive dhe mësimeve që ka Ramazani në vete. Shumë njerëz, të nderuar xhamat, kaplohen dhe goditen nga një lloj zhgënjimi në fillim të Ramazani për shkak të shumë tabelave, orareve, planifikimeve, të cilat përgatiten për vepra të mira. Pra shumë njerëz i kaplon një farë sikleti nga ajo numri i madh i veprave të mira, dhe ndoshta ai vrulli dhe dëshira për t'i zbatuar të gjitha, pastaj mundësia që është se nuk mund t'i bësh të gjitha, e kaplon insanin, e kaplon besimtarin një lloj zhgënjimi, si për shembull numri i hatmeve që dëshiron t'i bën të Kur'anit, sadakave, namazeve të gjata në taravi, e kështu me radhë për veprave të mira, të cilat janë synimi çdo besimtarit në muajin e Ramazanit. Edhe pse, të nderuar xhamat, gara dhe garimi është i lavdueshëm, dhe është gjë e mirë që njeriu të garojë me të tjerët në vepra të mira. Mirë po, shpesh njeriu nuk mund ta ndjejë këtë ritëm. Ai ka shumë plane, por nuk mund t'i shkon pas planifikimit të cilin e ka bëhe për veprat e mira. Andaj këtu fillon besimtari ndoshta edhe të kritiku veten tepër, e po ndoshta edhe zhgënjehet, apo edhe i duket vetja sikur nuk po bën kur gjë për çdo Ramazan, andaj edhe e kap një lloj pllokshtie, se s'jam në nivelin e duhur të cilin duhet ta kem. Andaj çdo musliman duhet të dinë se nuk ka arsye që njeriu të dëshpërohet e as të zhgënjehet nga mos realizimi i shumë prej gjërave të cilat kanë të bëjnë me orarët dhe planifikimet e garimeve në vepra të mira. Për çfarë arsye, të nderuar xhamat? Për një arsye shumë të thjeshtë. Fundja, ti po agjeron. Dhe agjerimi në vetvete është e arritur e madhe. Dhe do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala me hadithe dhe fjalë të pejgamberit alayhi salatu wassalam në vlerën e agjerimit. Kjo vlen për çdo njeri i cili zhgënjehet nga numri i madh i planifikimeve dhe dëshirave për t'i zbatuar një varg veprash të mira. Për këtë arsye nuk duhet zhgënjë, nuk duhet të dëshpërohet, nuk duhet ta kaplon trishtimi muslimanin nga planet. Ne tham, duhet me pas një plan, duhet me pas një agjendë, por kjo nuk i bie asnjëherë që ne t'i zhvlerësojmë farzët tona. Fundja, në këtë muaj të begat të Ramazanit, ti po agjeron, ti po e krin farzin Allahu subhanahu wa taala, dhe mjafton që ti sigurosh këtij farzi një mburoj, një siguri që është duke u bë mirë, dhe të jep një lloj flladi dhe një lloj freskie për veprën e madhe të cilën po e bën për hir të Allahut te bareke ve teala. Andaj është sukses në vetveti veç agjerimi i farzit të këtij muaji. Nëse një numër i madh i globit nuk e agjerojnë,
Një numër i madh i njerëzve që nuk janë musliman, nuk agjerojnë fare. Andaj muslimani nuk duhet që të zhgënjehet, nga se maratonat dhe garimet nuk janë objektiva. Ato janë mjete për me mritë qëllimi. E qëllimi është agjerimi, qëllimi është ibadeti, qëllimi është arritja e kënaqësisë së Allahut te bareke ve teala. Për këtë arsye vëllezër, besimtari duhet që ta freskon vetveten dhe mos ta merr shumë të madhe për atë të cilën nuk ka mundësi me mri. A duhet vazhdojmë me planifikim? Po. A duhet kemi një tabel ku ne e rëndisim orarin ton? Po. Çka duhet mos na kaplon? Çka nëse se baj? Në rregull, ti je duke agjëruar. Agjërimi është ai strumbullari që i arsyeton të gjitha. Fundja, kapitali është aty. Kapitali është aty. Do flasim sot me lenin Allahu te bareke ve teala për hadithet e njohura mbi agjërimin, e veçanërisht hadithet më të mira të cilat kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi vlerën e agjërimit. Thot hoxha i madh Abdulrahman ibn Rajab al-Hanbali, nxënësi Ibn Qayyim al-Juzeyyi dhe njëri prej xhallarëve të mëdhenj të muslimanëve, i cili ka shkruar një libër Lataiful Ma'arif, ku ka përmendur një varg të dobish të çështjen e Ramazanit. Gjëja e parë çfarë ka cituar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi vlerën e agjërimit. Ka ardhur në Sahih Buhari dhe në Sahihun e Imam Muslimit nga Ebi Huraira radhiyallahu an se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kullu amal ibn Adam lah, çdo punë e birit të Ademit është për ta. Çdo punë e birit të Ademit është për ta. El hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Ka thënë alayhi salatu wassalam, vepra e mirë shpërblehet 10 fish deri në 700 fish të Allahu subhanahu wa taala. Pra çdo vepër e mirë të Zoti më mirët pi 10 deri në 700 fish e shumon Allahu subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jall, fat Allahu subhanahu wa taala hadith qudsi: illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, përjashton agjërimin, veçohet agjërimi. Pra vepra e mirë, çdo vepër e mirë është birit e Ademit. Ai e ban edhe duket që po e ban, si çdo vepër e mirë. Ka thënë prindhëj sevap deri në 700. Përjashto agjërimin. Përjashto agjërimin nuk hin këtë sa hiç. 700 e përtej 700. Shkon te Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Allahu subhanahu wa taala, përjashto agjërimin, sepse agjërimi është i imi. Agjërimi është i imi. Dhe vëllezër, vini re këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithse robi agjeron, muslimani agjeron, Allahu thot fe innehu li, agjërimi jemi. Sikur ti s'kin dorë në agjërim tonë, sikur agjërimi s'është për tyje. Pse nuk është për ty të ndërum xhamat? Sepse ti e do bukën, ti e do ujin, ti i do gjërat e kësaj bote, ti i do dëshirat dhe qejfat e tua. I ke lanë ato, andaj Allahu çka thot fe innehu li, ajo është për mu, nuk është për ta. Pra me këshirë me insanin ai i hat, me këshirë me insana i pijet, me këshirë me insana i do mi bo qejfat e veta. Ama ai ka lanë krejt dhe kjo s'ka të bëjë me ta, se s'janë ai nuk është ashtu natyrshëm. Pra insani nuk ka natyrshëm mos me hangër, ai hat, edhe i pijet, edhe i don gjërat e kësaj bote. Dhe i ke lanë se i agjërushëm. Andaj tham, fjala agjërim në gjuhën arabe, çfarë i bie? Hajara është me braktisë, ti e ke braktisë ujin, pijen, ushqimin dhe marrëdhëniet intime për hir të Zotit xhelel xhelalu. Andaj shiko kët, Allahu e ka përkatësuar te vetja, fe innehu li, agjërimi është i imi. Pastaj ka thënë wa ana ajzi bihi, dhe un paguaj për ta. Un paguaj për ta. Allahu pagon për çdo vepër, ama për agjërimin, për shkak se në ta nuk ka ortakri. Në ta nuk ka ortakri. S'ki qish mi bo shirk Allahit me agjërim. S'ki qish mi bo shirk. Pse? Sepse s'munësh me thanë jam të ninu për njerëzi. S'ka kuptim. Nuk ka kuptim. Nuk munësh që ti pisë që e kërkush. Pra munësh me thanë jam të falë për njerëzi. Munësh me thanë jam të dhanë zeqat për njerëzi. Munësh me thanë jam të shku në haqë për njerëzi, të do më qojë njerëzi.
Mundesh me thonë unë jap sadaka, të më shohin njerëzit, dal Facebook, dal të më fotografojnë. Mundesh me bë plot punë të mira me pretekstin që ta arrish rizallok njerëzve. Po çish me bë me agjërimin? Agjërimin nuk mundesh me thonë, jam të linu për juve. Kur kush nuk përfiton kur gjë, as nuk lavdrohesh nga se nuk e din. Nuk janë të pa që jetu agjërue. Është veç deklarat që jetu agjëru. Ama hakikat nuk e dim sa jetu agjërua jo. Andaj shiko sa e madhe është puna e agjërimit. Andaj ka thënë Allahu xhela xhelalu fe innehu li. Veç agjërimi ai jemi pastër. Andaj tham, nuk duhet na kaplon neve zhgënjimi nga numri i madh i tabelave dhe orareve dhe planifikimeve, nëse ato nuk arrin të plotësohen. Nga se fundja ne agjërojmë. Fundja ne e bëjmë një vepër e cila për te orarë dhe planeve kjo më e sigurta se ata. Po çka do që ban mund të hyn ta ortakria. Apo çdo seni ti edhe farzit ti, namazit ti ortakria, ka mundësi ti falesh me të pa njerëzit e kështu me radhë. Mirë, po nuk mund ta agjërosh për njerëz. Dhe këtu është vlera e agjërimit. Këtu është vlera e agjërimit. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Allahu subhanahu wa taala, innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, hadith, biri Ademit e kalon epshin e vet. Shiko ka nis për epshit, sepse do njëherë është më e madhe se sa buka dhe uji. E kalon dëshirën e tij, epshin e tij, tekën e tij, ushqimin e tij, pijen e tij, min ajli, për hir timin. Për hir timin. Për kërkan njerëz rri pa bukë kaçgat. Andaj përmendëm se njëra prej veçorive të Islamit, cila se krejt paganët çka kanë bë për hir të zotave të tyre, idhujve, yjeve, diellit, hanës, çka do që kanë adhuru, kanë bë shumë kurbana, po kur s'kan agjëru për to. Kur s'kan agjëru për to. I vetmi adhurim i cili është rujt veç për Allahu subhanahu wa taala. Pra paganët nuk agjërojnë për idhujt e tyre. Paganët nuk agjërojnë për idhujt e tyre. Andaj ka thënë, njeriu besimtari e lën këta veç për mua. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Allahu subhanahu wa taala, lis-saimi farhatan. Agjëruesi i ka dy gëzime. Agjëruesi i ka dy gëzime. Farhatun inda fitrihi. Një gëzim e ka kur ban iftar. Gëzimi i iftar të ndëruar xhamat. A është gëzim për shkak të bukës, a është gëzim për shkak të nimetit? Për shkak të nimetit. Sepse në qatë vakt mund të me hangër dikush tjetër, që i cili ka qillu s'ka hangër të nditën edhe ha barabar me tije. Ama ai s'ka ninu, ai nuk gëzohet si ti. Ai gëzohet që ato hangë bukë, ama ti nuk i të gëzu se be bukës. Po ti e të gëzu për shkak mundësijes që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ta agjërosh. Dhe ta ka më dhënë mundësijen me bë iftar. Andaj ka thënë besimtari ka dy gëzime kur agjëron. Gëzimi i parë është kur bën iftar. Dhe gëzimi i dytë wa farhatun inda liqa'i rabbih. Edhe gëzimi i dytë është kur e takon Zotin e vet. Çka lidhet e para me të dytën? Çka lidhet e para me të dytën? Se ky gëzim i parë ja kujton çish ka më gëzu kur ti thoi Allahu subhanahu wa taala je i lirë. Ti ka gazep. Ti sigurt ta nditën që ki gazep pa haje, pa buke, pa pije, apo ti ki siklet. Edhe kur merr iftar, pra ti pedin se po përfundon ai siklet. Dhe ditën e Kiametit, besimtari shpreson me taku Allahun xhelalu ala me të mira, me taku me rizallok, me taku që Allahu më thon je i fal, gjunaat i kit fal, te Allahu na mëson këtë ve Rabbul Alamin. Andaj atë ditë kur takohet me Zotin e vet xhelle xhelalu dhe Allahu subhanahu wa taala e fal, gëzim i madh. Gëzim i madh. E shikoj njerëzit i gëzohen me ta fal polici komunikacion. Thotë ka të më dënu po më fali. Apo tash me këtë rejën s'ka qish me ta fal. Ai kompjuter sa një vdek. Njerëzit i kanë nalë shpejtësitë e tyre se gazep, apo pse me pagujt? Për sa 10, 20, 30, 40, 50 euro, 100 euro, 200 euro. Po për me rujt një kapital. Para me ndot ditën e Kiametit, para ati zarmit të madh, xhenemit Zoti xhelle xhelalu, ti me dal i shpëtum. Me thënë Allahu, apo andaj e hati vetën për mrena për mos me të hangër xhenemi. E hanti vetën me tobe për mos me të hangër xhenemi. E lën bukën për mos me të hangër xhenemi. Ai e lë bukën për hirtimin. Për këtë arsye agjërimi është njëra prej veprave të cilat e bën besimtarin
skak për me shpëtu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wala khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu jelle jalaluhu në hadith kutsi, aroma khaluf, ajo që ka elshon luksi prej erzave, prej aromave jo të mira për njerin, sa ai cili s'ka bukë në stomak, ka mundësi me nxjerr erza jo të mira. Mirë po, kjo të kallzon se te Allahu subhanahu wa taala nuk matën gjërat sikur të na. Dhe ajo që është të kënaqë të njerëzit nuk është të kënaqë të Allahu subhanahu wa taala. Andaj çka tha alayhi salatu wassalam, tha Allahu subhanahu wa taala, aroma që del nga goja e agjëruesit është më e këndshme, më e mirë, më e mirë te Allahu subhanahu wa taala se sa aroma edhe era që e shlon parfumi. Do më thonë, nëse lukthi jo të shkaku i agjërimit shlon erza jo të mira, që nëse supozojmë një njëri thot era keqe vika, ta Allahu subhanahu wa taala më e mirë se miski. Se ti për Allah i të bota, ti për Allah, për hirë Zotit Gjelle Gjelalu. Për çka s'ka hangër buk për hirë Zotit të bareke wa taala? Kalon ajo erë të Allahu subhanahu wa taala sikur ti që janin miskun. Andaj besimtari duhet mi shiju këto ndjenja të agjërimit, me ditë se është duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala me vepra të mëdha. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Atyabu 'inda Allahi min rihil misk." Te Allahu është më e këndshme se aroma e miskut. E jashtëmja e kësaj dunjaje te Allahu nuk ka çashtu. E jashtëmja, merre kështu të ndërum xhamat. Krejt ata që sagjërojnë, krejt ata që sagjërojnë, Allahu inshallah ju udhëzon me agjërua. Dhe nuk e din çfarë kënaqësia është me agjëru për hir të Allahut te bareke ve teala. Qoftë për atyre të cilët janë komuniteti jon, qoftë për atyre që nuk janë musliman. Allahu inshallah ju udhëzon që ta shohin e pakta çka i bie me kanë një ditë musliman. Mirë po na duhet pak mendësia e tyre. Sipas tyre, sa të mos me kanë që ashtu atë agjërojnë. Sipas atyre, na keq ka agjërojnë na janë gazep. Siklet madh, shqetësim të madh. Ato neve na moshirojnë, gjuna, s'kan hong të nditën. Ama me tanën nuk ka qashtu. Ti si agjërus, ti e mëshiron atë, a ai si agjërus, a i të mëshiron tije. Ti i thue, gjunaj sa të agjëru, a i thot, gjunaj a të agjëru. Për çfarë arsye të ndërum xhamat? Se mbarët për cilit kanë një të e pa, për cilit prizëm jetë të e marë me sejlen. Andaj, nëse e marë në lukthin i cili shlon erza që të agjërimit, erza jo të mira, për nga me zëmë qka tha, kjo të Allah janë ma e mirë se misku. Kjo ma e mirë se misku. Andaj, ata që ka sa gjërojnë, na mushirojnë neve, gjunaj, polodhe, gjunaj, ato palet, si mendojnë për neve? Se u këputëm na. Ama, na si mendojnë për ta? Nëse mu këshirë më së pa gjëron. Nuk po mundet me e shiju një ditë lezeti këti Ramazani. Andaj, duhet gjërat matën me shiriatin e Zotit Gjelle Gjelle, me mizanin e ti, jo me mizanin ton. Në të Allahu subhanahu wa ta'ala, të Allahu subhanahu wa ta'ala, shumë prej gjërave që ne i mendojmë, nuk janë qashtu. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Fëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, të Allahu gjërat në hesab nuk janë që shikini ba ju. Nuk ka që shikini ba të hesab. Apo, andaj hesapi kësaj dunjaje, qish del? Me hangër. Hesapi akireta mës me hangër. Andaj, kështu është edhe me plot harame. Plot njerës ka bojnë harame, që ka thot unë u knaqa. Apo, merë kredit me kamat, thot unë u knaqa, punati thot. Puna, paguj ti kesh. Po ama i qka e ka akiretin parasysh, ka thot, i mjeri ti. I mjeri ti në qfar kamat e zjarë ke hije. Për këtë arsyet, na mëson agjërimi që gjërat të shikojmë me mizanin e Zotit, me peshorin e Zotit, e jo me peshorin tonë. Dhe peshorja jonë, gjërat janë ndryshe. Thot, në transmetim tjetër, në të njëjtin hadith, ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li. Të gjitha veprat e birit të Ademit janë për ta, përveç agjërimit ajo është i imi. Pse ka ardhur të ndërum xhamat? Sepse çdo adhurim që ka e ban duket. I vetmi agjërimi nuk duket. Do më thanë, nëse kishmi marrë një radar, një test, një diagnoz, a falet insani, ja gjena filën a falet ajo. Qis falet në gjami, shkojmë të shpija, këshirë me a falet. E vesmi njërë që ka rinë mrena, po. Funit ja shlojmë kamerat 24-7 kasilët, edhe e zbulojmë a falet ajo. Apo, a ka dhonë zë qatë, mujna mi a shlu kamerat të zbulojmë. E gjenë fukarojnë, a e ka dhonë, a si ka dhonë. A ka bo haqë, shifët dukshëm.
Krejt punë të birit Ademit shifën. A lexon Kur'an? Po shifët dukshëm, a lexon as lexon. Çdo punë që e ban biri Ademit, ka thonë Allahu subhanahu wa taala, është për ta. Çka i bie për ta? Pra është mundet me bë për Allah, po mundet me bë për vetveten e vet. Se hisja e njërit ton ta. Po shifësh tu fal. Apo, andaj për shembull, njeriu krenohet me falme. I ban do vite në namaz, edhe kur e shen njëri çka s'falet thotë çeki. Ki totali hupt. Ke rregull. Me çka i mbahesh me të madh se ti falësh. E ti moti shifësh që falësh. A mund krenohesh ndaj dikujt që jeton xhuru? Jo, se nuk shifët. Çish mi kallzua? Çish mi kallzu që për një majë tu xhurua? Çish mi kallzua? Nëse mbledhën 10 veta në sofër, po e supozojmë 10 veta në sofër. Edhe janë çunë në sifir, edhe po bojnë iftar. Tu 10 e kanë prish tinza. As njëri se ka bot tjetrin. Ty këti thënë Allah i kabull, kur gjojq. A mundën me zbulu dhe njëri që sa të agjeru? Jo. Apo, ama nëse se falë drekën, se falë gjumajën, se falë i qinien, po e zbulojnë, se falë Allah. Ama nuk kemi mundësi, detektor me gjithë, me zbuluaj e të agjerua, jo. Për këtë asyje, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, këtë veprat e birët e janë për ta. Për ta, do më dhonë shifën, dihet shpërblimi, dihet masa, dihet sasia, dihet kush e ka bë. Ama agjerimi nuk dihet kush e ka bë. Pra na shpresojmë që çdo jena këtë agjerueshëm. Këtë musliman që ka thonë janë agjerueshëm, ama në hakikat janë të agjeruara nuk i dina. Sepse dikush mendon se do të më prish tinza për me kanë që e ka prish. Jo, veç e ban niyet me prish u kri. Shkon në me hang buk. Veç tu sponinoj, çka kaç. Apo veç tu nuk po agjeroj. U kri u prish agjerimi. Veç me thon ti dikush. Hajde ndark apo vjen drek. Ti thu po erdha, por me hangër, u kri agjerimi shkoj. Ajo dit ka shkue. Nëse ti udhës tu, abe unë s'dashta, aja prishe niyetin. Niyeti e ban agjerimin, niyeti e ban, niyeti e prish. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot Allahu xhelal xhelalu, përveç agjerimit ajo është i imi. Atë s'e përzihet kërkush. Andaj kjo është një kapital i madh i besimtarit për ditën e Kiametit, që ta harron këtë kapital për te Allahu subhanahu wa taala. Në transmetim tjetër nga Imam Buhariu rahimahullahu taala, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, li kulli amelin kafara. Për çdo vepër ka kefaret, ka dëm shpërblim. Mundet me u da, mundet me u mor, mundet me ta mor dikush. Was-sawmali, përveç agjerimit, sa është i imi. Was-sawmali wa ana ajzi bihi, dhe unë shpërblej për ta. Apo, dhe kjo është njëri prej transmetimeve që e kanë nxjerrë gjithashtu edhe Imam Ahmedi. Dhe transmetim tjetër, kullu amali ibn Adama lahu kafaratun illa as-sawm. Çdo vepër e birit të Ademit ka shpërblim dhe dëm shpërblim. Ka mundësi me një vepër të mirë mu shpërbly, edhe ka mundësi me dëm shpërbly. Qysh me dëm shpërbly? Ti e ke bën një vepër të mirë. Mirë po e ke ofendu një njeri ki një hak. Del ditën e Kiametit, a insani thot, o Zot, që ki vepër miri e ka një hak në ndonjë ma ka pas shkel kamën. Allahu thot, jep pi punëve të mira. I jep pi namazit, jep pi zakatit, jep pi haxhit, jep pi këtë sadakave, këtë çka i ke bë të mirat. Transmetimin e Imam Ahmedit dhe të transmetim të Imam Buhariut, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, përveç pi agjerimit, jo mi dhon pi agjerimit, se kjo është për mua, kjo është pastër për mua, këta nuk më ta dhon. Andaj shumë prej ulemave kanë thënë, ajo që shpresohet në ditën e Kiametit, askush mos më depërton ta me ta marr për qisas, është agjerimi. Apo këtë mund me ti morr. Ama agjerimi s'në ta merr. O sigur me ta kap diçka që nuk shifët. Çka ka e marr? Apo andaj shikoj të ndërum xhamat. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, çdo vepër e birit të Ademit është çfarë? Është shpërblyse edhe dëm shpërblyse. Çish është dëm shpërblyse? E ke dëmtu në njërin dunja, ai në ahiret thot, o Zot, më ka dëmtu. Kthem hakin. Çish më akti hakin, s'ka dinar, s'ka dirhem. Çish më ta kthie? Thot merja punë të mira. Ja nis më amor punë të mira, agjerimi thot mos ja prak. Sa agjerimi është i jemi.
Kjo është vepër e madhe, kjo është vlerë e madhe e agjërimit. Së në ta merë ai i cili ti kini dam me akthia tina. E lusim Zotin e madh që Allah ta ban kabul për neve agjërimin, ja Rabbel Alamin. Pastaj kanë përmend dietarët, sikur që ka përmend Abdulrahman ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala, tafsirin e këtij hadithit apo rivajeteve të këtij hadithit. E para, transmetimi i parë, çfarë kanë thënë? Kanë thënë përjashtimi është nga shumimi i veprave. Që do të thonë agjërimi nuk hin kalkulatorin e shumëzimit. Apo çdo numër shumëzohet. Çdo numër e merr, e pjeston, e shumëzon, e shumon, e minuson. Apo Allah thot hek agjërimin se s'nga çet kalimin. Kjo është vepër e madhe agjërimi. Atë ka thënë pejgamberi alayhis salatu vesselam, çdo vepër e birit të Ademit shpërblehet 15 deri në 700, përveç agjërimit. Që do më thonë, çfarë kanë thënë dietar? Përjashtimi ka të bëjë me hesapin. Përjashtimi ka të bëjë me kalkulimin. E merr kalkulatorin ti thua, banë hesap çështu. Me të artin një agjërus, apo edhe ti je matematikan i fortë. Edhe ti jep ti premisat, ti jep ti numrat bazë, edhe thot, hajt që të ma kalemin, sa i be une 30 ditë. E s'ka kalem. Sa me shumëzu. Sa me sa. Hajt në ditën e parë, shish me ta llogarit. Nuk ka hesap. Apo, ndërkohë që namazi, zekati, haxhi ka mundësi mushtini var hesapi. Ama agjërimi jo, për shkak se kredi që e ka të Allahu subhanahu wa taala. Andaj çdo vepër e birit të Ademit shumëzohet nga 10 deri në 700, përveç agjërimit i cili shumëzohet, rritet, insani nuk e di. Insani nuk e di. Pse nuk e di? Sepse Allahu xhelal ka thënë, këta e moj për veti. Shpërblen Allahu subhanahu wa taala ditën e Kiametit, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Az-Zumar, inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sabërlive e që i bie agjëruesve ju japim ditën e Kiametit shpërblim pa hesab. Ajo ka hesab te Allahu, për ti pa hesab. Sa merti, sa të kish takat me mor. Veç merr të shpërblimi Allahu subhanahu wa taala. Andaj e kanë komentuar shumë prej dietarëve këtë ajet se ka të bëjë me agjëruesit, sabërli. Nëse agjërimi do sabër. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që kanë dhënë Imam Tirmidhiu, as-sawmu nisfu as-sabr. Agjërimi është gjysma e durimit. Edhe gjysma tjetër është për durimin e veprave të tjera. Prej vlerave të agjërimit në këtë hadith, çfarë është? Është se sabri, të ndëruar xhamat, është 3 lloje. E kemi përmendur gjithmonë, definicioni i sabrit është 3 lloje. Frenimi i njerit në diçka e cila kërkon me u ndalue. Kjo është 3 lloje. Lloji i parë i durimit është në adhurime. Lloji i dytë i sabrit është në harame, edhe lloji i tretë i sabrit është çfarë? Është në qader. Caktimit Allahu te bareke ve teala. E agjërimi ti mbledh të 3 llojet sabrave. Ti tu agjëruhet të 3 llojet e sabrave i ban. Sabri i parë cila është sabrun ala taatillah. Durim të adhuru Allahu xhelal sabr. Sa buk në iftar, ama deri në iftar jo. Pik. E dyta, sabër në lënien e harameve të Zotit. Agjëruesi edhe halalin e le më haramin. Andaj shiko, ti të lanë dhe ujin. Më në këtë folë për rakirë, e zbatë muhabet. Ti uj si të pije, uj nuk pi, buk nuk ha, zbatë muhabet që ti haramin e le. Andaj ka durim ndaj harameve duke e lanë dhe halalin. Dhe tjetra, durim në kaderin e hidhur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti e shion dhimtën e mos hangis dhe mos pijes. Dhe kjo dhimt. Andaj mbledhen të agjëruesit 3 llojet e sabreve, për të cilët thot Allahu te bareke ve teala, e çetin e sabërlive jo jap na shpërblimin pa hesab. Allah na vao për atyre të cilët na shpërblen Allahu te bareke ve teala. E si ngritet shpërblimi dhe si shumëzohet vepra në disa prej metodave. Metoda e parë të ndëruar xhamat, vepra ngritet shkaku i pozitës së vendit. Apo, nëse qillon me një vend të vlefshëm, rritet vepra. Dhe Allahu ka nda disa prej vendeve dhe kohërave. Nëse qillon që aty, atëherë
ai vend ka më shumë vlerë se vendi tjetër. Sikur për shembull, haremi, Qabja e Zotit xhelel xhelalu, edhe xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, namazi në xhamin time është më i mirë, pra shumëzohet me 1000. Domethënë se falni namaz në xhamin e pejgamberit alaihi salatu wassalam në Medinë, ai namaz llogaritet sa 1000 namaza. Që do më thonë ti dush mi falë 1000 dreka, ai me 1 dreke ka të kamritje 1000. Apo, dhe kjo është vlerë që e ka thonë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, fima siwahu min al-masajid, për ashtu krejt xhamiat illa al-masjidil haram, për vetë xhamias së Qabës. Sa në Qabe, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, namazin në Qabe llogaritet 100.000. 100.000 me një namaz. Kjo, ka e ka mërë vlerën kjo namaz? Veni Qabja Allahu subhanahu wa taala. Në ketë musliman drejtomi ka kibleja. Ai që ka falet aty, namazin e ka 1 me 100.000. Që dhe i bije qëfar? 5 farze, 500.000, gjysë milioni. 2 dit, 1 milion. Kur i mërin ti këto? Kur i mërin? Kur qisën i mërin? Ti du shumë imra me pas, për mi mërin 2 dit njeri që ka falë në Qabe. Po këtë asyje, këta ka e merë nga vendi, nga vlera e vendit. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, namazi ati cili falet të shtëpia me namazin ati cili falet në xhami dallon 27 herë. Apo, do më thonë, nismi kështu, të shtëpia 1, në xhami, këtë xhamiat e muslimanëve 27, në Aksa 500, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 1000, dhe kulmi namazit nga vlera e vendit 100.000 në Qabën e Allahu subhanahu wa taala. Allahu ja shtov nderin dhe privilegjin. Pa këtë asyje, vlera e shumëzimit apo shumëzimi i veprës së mirë merret nga pozicioni ku është bë. Nëse bëhet në vend të shenjtë, në vend të mirë, atëherë e merr edhe vlerën më shumë. Kështu është edhe me agjërimin. Por çfarë asyje? Nga se ka të bëjë me vlerën e kohës. Sharafu zaman, vlera e kohës. Sikur për shembull, vlera e kohës Ramazan, vlera e kohës në kohën e Haxhit Dhul Hijja, aty shumë fishohen veprat, nga se koha është e mirë. Koha është e mirë. Andaj, njëra prej veprave që shumëzon te Allahu subhanahu wa taala është kur e zën Ramazanin. E a ka mundësi të ndërum xhamat një njeri meqëm me e ditë se një artikull me një ven jashesin 10 euro, pak manatana jashesin 270, cili e shatë qëtu? Kjo përdo që përshke qatë, 270 për jep. Njëtën, halal, këtu e shatë 10 euro, atje 270. Me e di që ta bojnë 100.000, shkone shanë atje. Njeri trektarë për nga tabijati. Jo rasishtë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe fejen edhe raportin me Zotin e ka qëjtë trekti. Hel edullukum ala tijaratin. Ati u ka zoj për një tijaret, për trekti. Min el mu'minine, Allahu gjelëve thot, prej besimtarve ka që e kanë shit shpirtin e vetë për Allahu gjelëve. Jeshri nefsehu ibtiga e mërdatillah, e shet vetën për i të shpërblimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po këtë asyjë të ndërum gjëmat, jemi tash jo në aspektin vendor, po në aspektin kohor shumë të vlefshëm. Dhe më të vlefshëm s'ka mundësi, përveç djetarë kanë diskutue Ramazanin me Dhul Hijjën. Ramazanin me Dhul Hijjën. Apo, andaj kanë bo disa krahasime disa djetarëve, kanë thonë Dhul Hijjëja e ka ditën, e Ramazani e ka natën. I vetëmi muaj në Ramazan është ku djetarët kanë përjashtuar nga rënditja e gjumit zakonshëm normal, ku njeriu flet ditën, apo ku njeriu jeton ditën dhe flet natën, ka thënë përjashto Ramazanin, se i duhet njerit nata. I duhet njeri nata për me adhuru Allahu subhanahu wa taala, për me ibadet Zotit madh te bareke wa taala. Andaj vepra shumë fishohet kur e zën kohën e madhe. E tani jemi të ndëruar xhamat në panair ku gjithçka shitet shumë. Çdo vepër e mirë shitet shumë. Edhe anasjeltas, edhe gjunaja janë shumë. Edhe gjunaji o shumë. Andaj pakso gjunaat, shtoj veprat e mira. Dhe mos e le asnjë dakik me të hub pikë muaj. Apo, duke e pas parasysh atë që e tham fillim të ndëruar xhamat. Jo çdo plan që e ke bën ti mundesh me e bë. Jo çdo tabelë që e ke qitin, apo mundesh me realizue. Por ruaj kapitalin.
Ruaj agjërimin, ruaj bazën, mos të humbë kapitali, sepse ky kapital pastaj shumë fishohet Allahu subhanahu wa taala. Andaj ruaj kapitalin nga se në kohën e kemi shtrejt. Ai disa shpejt shkon të ndërum xhamat. Shumë shpejt shkon. Allahu xhela kur e ka përshkruajtur në Kur'an shpejtësinë e Ramazanit, nuk e ka përmend muajin. Se kur e përmend muaj duket më i gat, apo kur e përmend ditë pak më shkurt. E Allahu ja për shkak të shpejtësisë së muajit çfarë ka thënë? Ayyaman ma'dudat. Nja e ka zbrit pin muaj në ditë. Sepse kur i thuj dikujt për shembull një muaj gat, kur i thuj do ditë pak më but duket, edhe pse janë të njëjtat, apo mirë po dita e zbut. Allahu xhelal për shpejtësinë e Ramazanit çfarë ka thënë? Ayyaman, e ka zbrit pin muaj në ditë. Pastaj kësaj zbutje të ditëve ja ka shtuar edhe ma'dudat, të numëruara. Apo njëri numëron, njëri trego, u kri. Ja kështu, shkojnë shpejt. Çështu shkon edhe imri. Andaj duhet të shfrytzuar koha të ndërum xhamat. Duhet me shfrytzuar Ramazanin maksimumin e vet. Këtu tham tabelat dhe orarët dhe menaxhimet që dojmë i bë, mos na shqetësojnë dhe mos na zhgënjejnë pi bazës. Çka i bie? Dikush më thon, po hoxha, shumiri tu kallzu, po në punën jam. Ja punë. Në rregull jemi. Ti ja tu agjëron punë apo? Ruaj kapitalin. Çish ruhet kapitali? E rrudh gjuhën se ban gibet kërkan që e rrudh kapitalin. Apo, për kërkan s'menon keq. E fal farzin Allahu subhanahu wa taala, fiton pi halalit e ushqen familjen tënde. Ushqen ti dikan i cili ai mundet mu fal. Po këtë arsye besimtari duhet me bëni jetë, ama jo më bë komunist dhe me thon, unë puno këto ha. Jo, sa të shpërdohesh kështu. A nuk fitohesh kështu. Jo ti thu unë po punoj, unë po nime po jam i angazhuar, ama çe i kam ushqitur njerëzi këto po falën. Unë po s'po muj me emri që ki po lexon Kur'an evladi i be edhe ti me u shpërblije. Po këtë arsye largoj këtë menimet negative. Veten hek e ke. Veten mos e shtën e sop. U lodha, u mundova, haroje. Ti je tu veç për Allah. Ai i cili ban kontratë me Allahun, çka ka me njerëzit? Ai i cili ban marrëveshje me dikan, i cili ka me pagujt, çka ki me këto kolegët tu? Robët e Zotit janë kolegë. Robët e Zotit janë të munu si ti. Ata sën shpërblejnë. S'munën, ata janë vetë loth. Ata janë vetë loth që me shpërblej tije. Pa këtë arsye, në çdo punë që ka gjindësh, çdo kush që është i angazhuar gjatë Ramazanit, me punë që s'kan bojnë me agjendën e Ramazanit, mund ta fut në shpërblimin e Ramazanit. Qysh? Duke e bën jetën e mirë. Ti punon me ushqi familjen, ti lodhesh me ushqi familjen. Pra, ruaj kapitalin. Qysh ruhet kapitali? Duke mos bë gjunahe, duke rrudh gjuhën. Sigur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka i duhet Allahit, lania e bukës tane dhe pijës tane, kur ti se le fjalën rreme, kur ti moralisht si të agjërue. Do të më agjëru moralisht të ndërum xhamat. Agjërusi, sikur që nuk i ban dam agjërimit tjetrit, që ashtu duhet durët e tua, kanë të tua, trupi jot, mos mi bo dam dikujna. Nëse trupi jot, dora jote, goja jote, zani jot, tastatura jote, telefoni jot, komentet e tua e dëmtojnë dikan, e shajnë dikan, e ofendojnë dikan, i bojnë zullum dikujna, si të agjëruhe. Se vete dikan kështu, mi thonë kështu, a i sa gjëron, ti agjëron. Dhujmë falë zotni, apo të pengon agjërimi jam dishka? Jo më dhëtë, si dush, kur gjazë të pengohe. Do më thonë, ti që s'ha bukër kanë se dëmton. Andaj shikosh ka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po mirë, çka i duhet Allahu subhanahu wa taala? Ti buksi të hongër, ama me dorë s'nalësh. Në tastaturë s'nalësh. Shani dunja, ofendoni dunja. Apo, këtë këshi veshti i miri, këtë shejtan veshti me laçe, ka që Zoti me laçën tokë. Perun Allah i tokën me tije, me dek ti shkon dunjaja. Apo, a i keq, ky i keq, këtë kush i të këqi, veç ti mashallah të barek Allah. Këtë gjemati i keq, ti veç i miri. Apo, veç ti ki arë për i Zotin saf, po ti mu falë. Qertë po lëvizin, s'po rri rahat. Po ku ki pa Allah ti kështu? Po si i mërë me laçë, as për nga merë nuk i e. Në këtë gabimtarje na pësi na të agjëru, pësi na gabimtar. Në i falë Allah i gjunat. Andaj të ndërum gjemat. Sikur që sifiri jon edhe iftari jon se ban dam kërkan. Kërkan se ban dam. A i shka haqët dhitën, kur gjatë dam s'kapi neve që agjërojna. Apo, andaj, shiko, 2 miliard musliman të ndërum gjemat janë të agjëruhe. Kur kujt dam si bajnë? Një fest me pas atë të qertë men t'i nxerin. Men t'i nxerin. Jo ata shumë kur janë, festat ndoja. Një darës me pas dikush men t'i nxerin, s'len sëmplet të natën.
që kjo është e mira e fesë islame. 2 miliard njerëz bëjnë ibadet për një herë, pa e dëmtuar dikën. Andaj, mos dëmtimi tjetër është qëllim shariatik, për t'i tregu, ja, kjo është agjerimi jem, kjo është feja jeme, e adhuroj Allahun dhe nuk të baj dam. E kundërta, du të me bo sa ma shumë dobi. Me bo shumë dobi e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë thënë, cili është njeri më i mirë ja Rasulullah? Ka thënë, ai cili mas shumë ti i ban mirë njerëzve. E si ka mundësi na me lan bukën e ujin e me agjërue, ndërkohë që goja, sa Ramazane të ndërum xhamat kanë kaluar, sa Ramazane, 20 Ramazane, 30 Ramazane ka agjëruar dikush. Edhe për shembull një gibet se ne kalon. Apo bana e sop kështu të ndërum xhamat, mu mbledh njerëzit në kafe, edhe në çaj. Edhe mi thon, s'ka gibet. Kushdo që ban gibet, detektori ka më e gjet. Asnjë muhabet se ne bojnë do. S'ka që me bojnë muhabet. Psa ka me komentu Kurana, ka me do hadith, ka me vol për shkencë, ka me vol për një lanë dobishme, ka me vol për një ekonomi që me bod hajrë, jo. Apo, do njerëzë mja o hek gibetin, thot, mu në s'dal në kafe hiq. Apo, lirisht e ta më qele kafe. Qka më duhet kafe në kur së mbaj gibet? Gibeti është ambëlsina e kitë muhabeteve. Shumë njerëzë, Allah i na falë të gjithve, ja Rabbel Alamin. Andaj disa prej djetarëve si Ibn Hazmi edhe A'meshi, djetarë të mëdhej të muslimanëve, kanë thonë gibeti ta prish agjërimin. Se gibeti është së bazë të Kur'anit surën Al-Hujurat me hangër insan. Andaj, le ta shfrytëzojmë këtë muaj në maksimumin e vet, për çfarë? Sikur që s'pi bojmë ndam me agjërimin tonë, mos i bojmë ndam as me gjuhën tonë. Si bën ndam kur kujna kur të falësh ti. Ai di kur pi bojnë në ndam, kur po jap na selam. Se ti të u fal, ku si ti bën ndam? Jeli Allahu Akbar, si bën ndam kur kujna. Si ti jep selam çatar, shohë njerëz sa je musliman. Po ti mashallah kur po lidhesh në rregull jeve. Mos anena, andaj karakteri e vërteton ose e përgënjeshtron pretendimin e njerit. Pretendimin të ekipit madh, na ketin ato pretendues se na musliman të mirë. Sjellja, karakteri, çu sillesh me njerëz, çajo javnon vulën. Ajo vula me thonë që kjo i mirë. Andaj javnoi vulën Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Qalam pejgamberit alayhi salatu wassalam për kret veprimtarinë e tij me çfarë vule? Çfarë vule? Vini re të ndërum xhamat. As nuk i tha falë shumë që vulën. As nuk i tha agjeron shumë që vulën. As nuk i tha ti ke bë hax që vulën. As nuk i tha ti jep shumë parë sadaka që vulën. Jo, vula nuk mirët me këta. Ki pati e ban gati kit dokumentin. E ban gati kit komplet. Do me blej diçka, do me shit diçka, do me morë një diplom, do me morë një deftes. Ti e ban ketë gati. Apo, ama mos me pas vula të shkëdojnë. Ati, për kjo falë, kjo. Për falë me pas vulë zërtare. Që ti e ke kri këta. Apo, e vula, diploma e Allahu subhanahu wa taala, vula e ti cila pejgamberi sa ma disa u fal, ai sa ka agjëruaj. Ka të spedime kit Shabanin, kit muaj që kaloj, çiki muaj që kaloj për Ramazanin. Ka pas raste kit çat muaj ka agjëruaj. Ka agjëruar pejgamberi tanë tete. Ka agjëruar ditë të bardha, ka agjëruar shumë agjërime. Ka fal derisa ju kanoi kam. Ka bo hax pejgamberi sa ka bo umre, 4 umre. Dhe pejgamberi alayhis salam ka bo një varg vepra të mira. Ama Allahu ja tha, a mush e fletën po? Vulën. Do më ta varanu me vul. Ne kena mush namaz, agjërim, hax, vepra të mira, sadaka, mbajtje të lidhje fare biznore, vula. E vula, cila vula? Dëgjoni çka thot Allahu subhanahu wa taala për vulën. Wa innaka la ala khuluqin azim. Astaghfirullah vulën ka thënë Allahu subhanahu wa taala. E ke mush fletën ket me vepra të mira po. Tash ta pranojna. Çish me pranue? I ka thënë Allahu subhanahu wa taala me të vërtet e mrinë kulmin e karakterit mirë që vulën. E nëse nuk e marr çket vul, apo të ndërum xhamat, merr provoje me hyjvanin. Piti kur të leti imsakin, edhe pse të në qytet s'ka, po mundesh me e provue. Ata që kanë në përfshata mund ta provojnë, pastaj na i kallzojnë neve dëshminë siç ashtu. Kur ti në imsak kur ti ti, a lave bukën po, thuj edhe hyjvanëve, as ju s'ka me angur, niftar. Këshira të bojnë diçka. Kur gjons bojnë? Kur t'ja u qoj qatëherë? A u banën barabar? Jo, s'u banën barabar, s'u jam insan. E që kjo qka është insan? Ajo qka të damë pishtazve, që ajo vula. Nuk është vula pëse ti vete me ke bo një akt teknik. Shke angër buk, ka njëri t'i qëllon rasti, shka mërë buk, suna edhe, a ka gjëru jo. Andaj, ajo qka e dallon dhe ajo qka e vullos dhe ajo qka e diplomon muslimanin në kitë veprat e veta qka i kam bush, është karakteri ti. Për këtë asyje tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai qka së në rrenën, hiç si duhet Allah të ma gjëruhe. Qëllime më vullos, une
unë që s'ha buk, unë me të rrejt. Po buk se më do ngro Allah. Buk mëre element kryesor për me majt mu gjallë buka. Unë kur s'ha buk, çka kam zor me të rrejt tyje? E çish ka mundsi do njerëz, bukën e lajnë, rrejnën e lajnë. Nuk ka një defekt. Kam nuk kabullat gabim. E ke kur nuk kabullat gabim? Katastrofë po. Ma mirë mos minu hiç kabullat, kurse dini punë, sa minu gabim. A e keni pa mjeshtri kur vën? O vëllai, ma mirë mos ta kishë prek ti hiç se pa e të llovit këtë. Se ti kur e prek diçka çka s'di, ala ma keq e prisë sa, mos e pas prek hiç. Ma le çysho që mjeshtër bujlum. Kur gjos u ka prish të rregulloje. A mona çka bojna, munomi një ardhon. E prishme një 4-5 herë vet, mos ani mjeshtër çovove. O vëllai, po ti thotë pa e tentu pak, pa e prek pak ti diçka kështu. E na çështu munona edhe në fe, apo thotë unë tentova edhe me agjëru pak më ashtu pak që tu shka ka lidhje ajt. Unë agjërushëm jam, apo masi por shpërbleka agjërimi shumë fish, kjo pak fish, kjo është shumë fish e mund këtë pak fishin. S'ka kësi dallavera në fe. Nuk se kjo s'tu ka bo kabull hiç. A e kupton ti? Kjo s'tu ka bo kabull, se mund të pas bo kabull tje e lajshë, po s'tu ka bo kabull. Vula e gjitha adhurimeve tona është me emri karakterin e islamit. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo pejgamber i ka thonë popullit vet, si mos të vjen e marra bën shkadush. Pse? Se s'ka mundësi me komuniku me tije. Andaj të ndërum xhamat, nëse s'dalmi pikë këtij agjërimit, me thonë çiki njeri, agjërusi, shumë i turpshëm, shumë marrë i vend pe Allah subhanahu wa taala, mos flasim për njerëzit, ç'kjo qëllimi. A nëse për neve njerëzit gërditën, bezdisën, nuk na i dojnë sjelljen, nuk na i dojnë karakterin, e ti thu, po, ama unë agjëru shumë, agjëru sa dush. Andaj, ta shfrytëzojmë muajin e shenjtë, ta shfrytëzojmë muajin e begat, ta shfrytëzojmë muajin e mëshirës, të pastrohemi pe gjunave, t'i gdhendin karakterët tona, sikur që jemi t'i gdhend lukthat e tonë. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, në këtë ditë Ramazanit, ditë xumaje, se sa janë mbledh dy vlera të mëdha të Allahu subhanahu wa taala, që Allahu na i pranon neve agjërimin ya rabbal alamin, që Allahu na i mundson që të falim namaz, që Allahu na mundson që të lexojmë Kur'an, që Allahu na mundson që të bëjmë vepra të mira, që e lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu, këtë muslimanët anë kanë botës ku janë, Allahu të ndihmon ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që gjunat tona të dukshme dhe të padukshme Allahu të na ishlin ya rabbal alamin. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na jap udhëzim dhe shëndet, Allahu të na jap takat dhe vullnet për ta mbushur këtë muaj të madh të Zotit te bareke ve teala me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.